Popullsia në Gjermani lindore po të kurret. Projektet e strehimit me çmime të përballueshme synojnë të tërheqin njerëzit përsëri në rajon. Nuk ke problem të gjesh një banesë të përballueshme në çmim, nuk ke bllokime trafiku dhe as orë të pikut të trafikut, dhe nuk kam pasur kur vështirësi në gjetjen e një vendi parkimi, thot Annika Freins, duke buzëqeshur nga pas tavolinës së saj në qendër të qytetit të vogël të Gubenit, në kufir lindor të Gjermanisë me Polonin. 38 vjeçaria lindi në Berlinin lindor, dikur Republika Demokratike Gjermane, dhe jetoi në të njëjtin lagje për pjesën më të madhe të jetës së saj para edhe pas rënies së murit të Berlinit, por për shkak të ritmit të ngjeshur dhe situatës së çmimeve të banimit në kryeqytet, ajo kishte kohë që mendonte të largohej. Gjatë një udhtimi nëpër Brandenburg, ajo dëgjoi në radio për një program banimi me provë në Guben. Palëve të interesuara u jepet mundësia të jetojnë aty deri në një muaj për vetëm 100 euro në javë. Synimi të inkurajojnë njerëzit të vendosen në qytet dhe kështu të sfidojnë rënien në rritje të popullsisë në Gjermaninë lindore. Aplikime edhe nga Algjeria, Egjipti dhe Brazili. Annika Freins ka jetuar në Guben për 8 muaj dhe tani drejton projektin që e solli në qytet. Ajo jeton në një apartament me 2 kate prej 100 metra shkatror, të marrë me qira, për të njëjtin çmim që do të paguante për një dhomë në një apartament të përbashkët në Berlin. Është gjithmonë qetësi këtu, nuk ka as zhurma, ka më pak mbeturina në rrugë dhe gjithmonë takon njerëz që njeh, shpjegon ajo në një tur të shkurtër në qytet. Vitin e kaluar 30 persona morën pjesë në programin në Guben, 6 prej të cilëve më vonë u zhvendosën atje për gjithmonë. Këtë vit kanë bërritur 40 aplikime tashmë në tavolinën e Freins, nga gjithë Gjermania, Belgjika, madje edhe nga Algjeria, Egjipti dhe Brazili. Popullsia në Gjermani lindore është përgjysmuar në 30 vjet. Guben, i famshëm për industrinë e tekstilit dhe prodhimit të kapeleve para ribashkimit, është vetëm një nga qendra qytete industriale në Gjermaninë lindore që përjetoi ndryshime të mëdha demografike pas ribashkimit gjerman në vitin 1990. Rënja e lindje dhe migrimi të rinjve veçanërisht në landet perëndimore dhe rrikja e gjatësisë e kam përshpejtuar plakjen demografike. Na mungon një brez i tërë, u shpreh kryetari i bashkisë Fred Mahro për gazetën berlineze Taz. E vërteta e Gubenit aktualisht ka 16.600 banor, kurse 30 vjet më parë kishte pothuajse 2 fish më shumë. Vlerësimet parashikojnë se popullsia do të vazhdojë të bjerë në vitet e ardhshme, ashtu si edhe numri i njerëzve në moshë pune, ndërsa mosha mesatare aktualisht është 58 vjeç dhe ajo do të vazhdojë të rritet. Nga një perspektivë ekonomike, ne duhet të sigurohemi që lokalitetet të mbeten të rejse dhe që të krijohen stimuj për kompanitë që të vendosen aty, por bëhet fjalë për shumë më tepër se kaq. Për shembull, për një kulturë mikpritëse dhe bashkëtese shoqërore, u shpreh për Deutsche Welle Susan Schulz, një eksperti për politikën e migracionit në Fondacionin Bertelsmann. Një pjesëmarrje jo e lehtë pasi 1 në 4 emigrant mendon të largohet nga Gjermania pasi një studim të kohëve të fundit nga Instituti për Kërkime në Punësim. Pakënaqësia me politikën ishte një nga arsyet kryesore dhe mendoi se kjo ka shumë të bëjë me zhvillimin e fundit. Këtë një vit e gjysmë atmosfera në Gjermani ka ndryshuar vërtet, thot Schulz.